Netët e funit Ramazanit janë mëkajt. Për gjunahet tona, për mërngësit tona, për tardhmen tonë që nuk e dim çka bëj Zoti me neve. Sa t'jem gjallë, për natën e varrit tonë, e për ditën e Kiametit kur dalëm para Zotit. Përqendrohemi në namaz o musliman. Kënë vjemra në dite, dohet me duku vetë. Namazin dërzeja Zotit tanë, mënyrën më të mirë të mundshme. E jo shkele shka, sepse e ki punën më të shtrejtën, më të çmueshme, edhe të Zotit është me vlefshmja. Ka thënë e bikuar, dini jo njerëz, dijeni se ameli më i mirë juve. Vepra më e mirë është namazi. Të nderuar vëllezër, mendoj, netët se kërësikja jonja sante nuk janë për me kesh. Anë pse me kesh është halal në robi. Netët e funit Ramazanit janë mëkajt. Për gjunahet tona, për mërngësit tona, për tardhmen tonë që nuk e dim çka bëj Zoti me neve. Sa t'jem gjallë, për natën e varrit tonë, e për ditën e Kiametit kur dalëm para Zotit. Netët e Ramazanit e që gjithë e kërkojmë natën e Kadrit. E ka një mana, një kuptim shumë të veçantë. Është e vërtet se nuk është koha me dha ders. Jo, pasha Zot. Koha është me fal namaz. Edhe gjatë me fal namaz. Edhe gjatë me knu Koran. Edhe gjatë me nejtë në seqtë. Mja tërgu Zotit tënë, ato që a e din ma mirë se ti. Ato që a kim randa. Dhe ato që a shpreson për tardhme. Dhe ato që dënë me qenë mes te edhe me Zotit, dhe as njeri ju më i afër me ju të mos me ditë. Çdo njeri ka sekretet e veta. Që ja shfaq, ja paraqet Zotit të ti. Por jo të tjerëve. Këto net janë të harta. Kjo namaz natë. Madje namaz që shpresojmë tjetë për natëve të Kadrit. Këto net. E që nën kupton. Tokë e mbushur me melaqe. Rahmeti i Zotit i zbritur tokë më shumë se kur dhe herë më parë. Ne më afër Allahut, lutja më afër Allahut. E lutja më afër te Allahu dhe robi më së afërm te Allahu është kur namaz. E Allahu ka thënë surat Al-Anfal, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ata të cilët, kur përmenet Allah, zemrat e tyre bëjnë bëm, e shtojnë ritmin e rrahjes. Dhe kur lexohen ajetet koranore e që është namaz, u forcohet imani i tyre, shkrihen ata. Ata shkrihen, harrojnë a është në zet, aftaft. A jenë djersit, a jenë undë, a jenë kanë etje. Harrojnë kër e hinë namaz. Harrojnë të shpia që ka kanë, harrojnë dynjan, e harrojnë brengat e dynjas. A dini se njëra për urtësive të namazit është edhe kjo? Për ata pejgamberi Zotit, e kush e shembulli ju? Rasulullah, sallallahu aleyhi wasallam. Atje thët Bilal, ja Bilal, e rihna bis salati ja Bilal. Na qëtësa, probën e ka me të Bilal, na qëtësa me namaz. Sepse maru në dynja, jetë atina, ju me horë dynjajt e si neve që na hëtë dynjaja. Edhe në sejtë dhe kërime namaz, kërime ati kemë dynja. Por të lashet e dynjas,
të lashet, prekupimi, daveti, vështërsit, armiku jashtë me mrenshme, fukarallake, edhe, sfidat më dha, trana. O Bilal, bëne kamet, e të pushohem namaz, të largohemi për brengave të dynjas, na qëtësohet shpirti. Dhe i bekuar ka thonë, o gjoilet li qurratu aini fi salah. Dhe më është bërë mua namaz, po shemi shpirtit. Në në rabi bini shprehje tjetër, por në kuptim tonë, që është sillet kja, qëtësi e shpirtit. Kër hi namaz, krya e po. Për ata i bekuar, po edhe shokët e ti për nas. Kër në hy namaz, edhe ftyre i ka ndryshuar. La ilaha illallah zindel abidin, nipi Aliut, djali Husejnit, Husejni Fatimes e Aliut, nipi pejgamberit, e këstër nipi. O është cek për biografinë e tina, sër ka marrë ravdes, ju ka ftyra, ju ka ndryshu, tash më thë ju ka prish si bjen mira, po ju ka ndryshu ftyra. Dhe ka thonë, e që ka bë kjo punë? Sa herë për më ravdes, ka të shumë për ndryshën. Që ka qenë përgjigja ti? O jo njerës, apo e dini jo, para kuj për dalën e tani. La ilaha illallah. Apo e dini jo, para kuj në përbohën a gati me dalë, para Allah. Se cili prej neve. Sa do që të qesëm na mene, bërnije, tërmi, që shdu shtoj, pej me i eren. Me pasit ta kemë që tash mas sabahajta, mas namazit, me një kretare, kërmistra, ministra, ambasadara dikan, 70 herë kërëgjën vetë vetën, e pregadit, e para pregadit, qa me fole, që është më veshe, qa me bëhe, apo di me fole, as po di me fole, apo koritna, as po koritna. Po njerë është, po i nësam është, po kush është taj? Po natyra njeri ju të është të tjilë, andaj nuk pajsohet njeri ju, e para Zotit. Andaj këshilla me e mirë, pas asaj që atë ceki hoqja, i ndëruar edhe shumë i respektuar imami, që ka mundësi me qenë natë e kadrit, këshilla me e mirë është, pas kësaj, pra të shfrytëzojmë natë e kadrit, këshilla me e mirë është, që përqëndrohem në namazohë musliman. Kjo në vjemra në dite, dohet me duku vetë vetë. Namazin dërzeja Zotit tanë, mënyrën më të mirë të mëndshme. E jo shkele shka, sepse e ki punën më të shtrejten, më të shmushme, edhe të Zotë është me vlefshmja. Wa alemune khejre a'malikum as-salat, ka thane i bikuar, dine jo njerës, dine, se ameli më i mirë juve. Vepra më mirë është namazi. Nuk ka me agjerim, a më prapë se prapë namazi, anaj. Andaj këtë namaz, t'ja dërzojmë Zotit tonë, jo veç numër i fale 5 vaktet, por kër him namaz, me hi namaz. Mundohu me eduku vetë vetën, me harru të lashet e dynjas, me najtë gjatë, në rukot, në sejgjde, nëse nuk dhe me lexu Koran, me najtë gjatë, bile në sejgjde me najtë gjatë. Për ata përmendimin tem, këta najtën pak. Tash, ju keni traditi june, pa dash në dërhyjë Zotë me sa dashtë, është hoxha zë qpija, por namaz natë, knaqo, namaz natë. Më në me dirë lëtë. E pejgamberi ka thonë, nëse s'muni me kajtë, bënë që përkanë, të bako. Pra më në me shti vetën me kajtë i bjekje, nëse di me përkëthyre, apo nëse po mëja qëllaj. Më në me shti vetën me kajtë. Parat madhe të satë. Sepse, na jenë Arab. Deri këto. Për mësë me thonë, te këto. Ko është ti? Pejti që vëmë sabah, ditë bina me fjetë, me bë me i peshu, me i matë, me i numru, se vapët e gjënahet,
të rishtohëm, të merrohëm. Po mos më na kalon Allah këtë namaz. O Zoti jam. Po mos më kanë këtë agjerim. Çka shumë po. Pra, pse të tjerë se kanë dert, që ja gjon atë farë, ja gjon përgjigjen shumë lehtë. Sepse kanë errësuar zemrat e tyre, ju kanë bërë dhe rrafshë kanë kajtë. Dhe ta sheh me laqen në agoni të vdekjes. Ndërsa robi që ka beku Allahu me këtë namaz, e ka beku, e ka ndëru, e ka privilegjuar, thuj që është dush, me këtë namaz, me këtë agjerim, dhe knaqët ka të shumë, natyrisht i mërzitë tani, e vrejnë dallimin, kur është i lërtë me dynja, e vrejnë dallimin me njëherë kur hinen gjami kur falet, kur merr abdes, e vrejnë dallimin në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, o Zoti jam, e vrejnë, dhe kjo shaj e imanit të robit. Me eduku vetë vetën, o musliman të mi. Se alhamdulillah Allahu ka shtu bereqet. Plët xhamia, me kanë thamë dikujna para 50 vjetë, 30 vjetë, dhe e pas luktës. Se kanë mu xhamia të muslimanëve në këtë tokën tonë, me plët djemëtrije, motre, kështë thonë, anë rjeti, a gjganë rjeti. Po kjo është madhështi e dinit Zotit. Andaj, alhamdulillah në të ditë, ama na që jem të zuar, kem nevoj me shijun më shumë ibadetin, ushqimin e shpirtit, e më knaqë. A nëse lodhëm ka pak, ba ki gjumë e mërë njerën sejde, në ka dertë, në ashtë, qa me ba? Vullneti madhitina ja ka mujtë, po për momentin e mujtë i gjumi. La ilaha illallah. Allah në e pranoft, ja Rabbel Alamin. Allah në bo për atyre që nëzojnë natën e katërt. E i falë Allah. Allah në bo për atyre që këmuaj Ramazan bëhet sebeb, e i falë Allah. Dhe të kodë dërten, Allah mos në bo për atyre që shka anë hadith pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, arakme enfu mrein, shme thonë, mirë për qatë njëri, që hinë Ramazanit del, dhe me ke falin gjënahet atina, o Zoti ja, andaj edhe për totë edhe në këtë pikë. Sepse sa njeri jorën pa hamër e pa pi, por se vape, borqin e kalua me se vape, zërra, sa njeri ju bjene të qohet namaz, borqin e kalua me se vape, zërra. Nuk dojmë një kështu. Dojmë të marrë bagaj në vetë, për më varë, e namazë e agjerimi. Nuk ka bagaj malë që i dushtuj, ma të shtrajt, e që peshan ma shumë, e që në vynë ma shumë, e që kam në vëgjin ma shumë, natën e vorrit, edhe më to që deri sa të kalojmë siratin, me emrin Allahut azza wa jall. Allah na përcoft në din, ja Rabbel Alamin. Allah na pranoft duat, e lutjet që i bojna, ja Rabbel Alamin. Allah na pranoft këtë agjerim, ja Rabbi. Allah të qoftë i kënaqur me ne, sa të jemi këtë dynja, e qoftë i kënaqur me ne, edhe pas të dalim për dynjas, ja Rabbel Alamin. Allah na mundsoft me tu me këtë islam, e më kënaq me këtë islam, e më apërcil këtë islam e vladve, nipave, e shoqërisë tonë, ja Rabbi. E me dek me këtë islam, e më rinjallë me këtë islam, ata borrat më dhej, që këtë doa kanë bë pejgamberët Allahut, baraka wa ta'ala, si Jusuf a.s. dhe të tjerë, la ilaha illallah. Zotin ndëroft, e ju bekoft, e tanë në të mirat, o aqoft. Ja Rabbi, falemderë gjithë ne, Zotin ndëroft edhe juve, e ma mirë se më këthia pet namaz, ty ben ka. Andaj këthihëm namaz apet. Falemderit shumë, në bëne Allah nëse të zatëm. Allah ju dashtë e ujë. Selam alikum.